Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Sot paska punime ndërtimore në parkun e lojrave. Kamioni Leo do të ndërtojë një shtëpi për robotët. Betonierja derdh beton nga tamburi i tij për të krijuar një themel të fortë. Duhet të hidhet edhe pak më shumë. Mjaft, betoniere, mjaft. Mjaft, mjaft. Faleminderit shumë, betoniere. Erdhi edhe kamioni Leo. Ai solli pjesët me të cilët do ndërtohet shtëpia e robotëve. Robot, së shpejti do të bëheni me shtëpinë tuaj. Godina e gjelbërt është pjesa qendrore e shtëpisë. Këtu robotët do të luajnë me miqt. Dhe këto janë godinat anësore, e purpurt dhe blu. Kjo kolona e verdhë duhet për të ndërtuar ashensorin i cili do të na nxjerrë në çati. Kjo platforma ngjyrë portokall do të na ndihmojë për të ngjitur dhe për të zbritur. Le ta rregullojmë këtë strukturë me një majë të gjatë të verdhë. Këto janë 2 dyert. Këto janë dritaret, sepse shtëpia ka nevojë për shumë dritare, në mënyrë që të hyjë dritë e bollshme. Robotët e duan shumë dritën. Çatit e shtëpive anësore. 3 rëshqitse të verdha, përgjatë të cilave mund të zbresësh nga çatia e ndërtesës qendrore në ndërtesat anësore. A janë gati shtëpitë e robotëve? Oh, jo! Njëri robot pas ka mbetur pa shtëpi. Shtëpia me ngjyrë të purpurt është gati, edhe bluja gjithashtu. Por roboti kuq pas ka mbetur pa shtëpi. Leo, a mund ta ndihmosh ti? Kamioni i vogël mbërriti tek shitoria e Pirunit të vogël. Përshëndetje, thot Piruni, mos ke nevojë për një shtëpi të re? Zgjidhni. Të gjelbërtën? Jo. Të purpurtën? Ne na nevojitet vetëm një shtëpi e kuqe. Ja kjo. Ngarkoje në karroceri, Leo. Tani ta çojmë tek shtëpitë e robotëve. Faleminderit, miku im. Robotët janë duke pritur Leon, kamionin e vogël. Më në fund ai erdhi.
Tani jemi gati që ta vendosim shtëpinë në vendin e saj. Oh, sa I lumtur është roboti I kuq. Faleminderit, Leo. Miru takofshim përsëri. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ja ku është shitoria e pirunit të vogël. Oh, mos! Koshi I plerave pas dyqanit që n'ka mbushur plot. Robot, nuk mund të hedhësh më plera këtu. Ato bien nga koshi. Po çfarë duhet bërë? Si mund ta shkarkojmë koshin? Kamioni Leo po vjen. Ai e di shumë mirë se cila makinë mund të grumbullojë mbeturinat. Prandaj sot, Leo do të ndërtojë kamionin e plerave. Shasia, kabina, dritat e përparme, mbrojtësia e përparme, krahët nën të cilën vendosen rrotat, pasqyrat, dy depozitat e kuqe ku mbahet karburanti, 4 rrota, vendosim dhe krahët mbrojtës mbi rrotat e pasme. Tani I kemi vendosur të gjitha pjesët. Oh, po ku do t'i hedhim plerat tani? Duhet të gjejmë patjetër pjesën e cila mbledh plerat. Ne gjetëm disa. Le të zgjedhim atë që na duhet. A do të na përshtatej kjo depozit karburanti? Jo. Po tamburi për përzierjen e betonit? Po sigurisht që jo, aty nuk mund të futen plerat. Kjo është pjesa që I duhet kamionit ton të plerave. Leo, ta marrim menjëherë. Tani ta ngarkojmë në karoseri dhe ta çojmë te kamioni I plerave. Kamioni I plerave është gati për të filluar punën. Është koha për të zbrazur koshin e plerave. Ja sa mirë. Tani koshi I plerave është bosh dhe mund të hidhni përsëri mbeturina.
Hedhim mbeturinat në koshin e plerave. Shkarkoj me kujdes në mënyrë që ato të mos bie në tokë. Robot, tani e keni radhën ju. Kamion plerash, mund të vazhdosh punën. Tani gjithë sipërfaqja pranë shitore së pirunit do të jetë gjithmonë e pastër. Ke bërë një punë shumë të mirë, Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ç'kemi, Leo? Shikoni sa shumë automjete ka në udhkryq, sa Leo nuk mund të kaloj dot. Bëj kujdes, Leo. Unë mendoj se këtu ka nevojë për një semafor. Atëhere le ta ndërtojmë semaforin. Së pari, bashkojmë panelet e dritave. Dhe tani, le të vendosim shtyllën. Dhe tani, le t'i vendosim llampat, të kuqet, të verdhat. Oh, na mungojnë disa llampa. Ato jeshilet. Si thua, a mund t'i gjesh ti, Leo? Ç'kemi, Piru i vogël? Piruni i vogël ka shkarkuar shumë llampa. Por cilat janë jeshilet? Mendo, Piru i vogël. Mendo edhe ti, Leo. E sakt, këto janë 3 llampa jeshile. Tani gjithçka është në vendin e saj. E kuqe, e verdh, jeshile. Semafori funksionon.
Automjetet duhet të ecin kur drita është jeshile. Tani drita është e kuqe dhe ato duhet të ndalojnë. Tani është çasti që mund të kalosh ti, Leo. Punë mrekullueshme.